I pak dëshirueshëm, 9 grada. Përshëndetje, po ndihni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaja Kallas, zhvilloi vizitën e saj zyrtare në Tiranë, ku deklaroi se Shqipëria mund të antarësohet në Union brenda vitit 2030. Ajo tha se Shqipëria ka bërë hapa të shpejtë në rrugën e integrimit dhe theksoi se ardhmja e saj është në Bashkimin Evropian, diçka të cilën e ka mëshuar më tej edhe nëpërmjet postimeve në llogarinë e saj zyrtare në platformën X. Kryeministri Rama tha se ka një plan për të dakordsuar me Unionin që të gjithë kapituj të hapen këtë vit dhe negociatat me Bashkimin Evropian të mbyllen brenda vitit 2027. Në postimin në rrjetet sociale, Kaja Kallas tha se Shqipëria është një partner i fortë i Bashkimit Evropian. Ne investojmë në sigurinë e Shqipërisë përmes Fondit Evropian të Paqes dhe tani po nisim dialogun e parë Bashkimi Evropian Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen. Ky shënon një hap të rëndësishëm në thellimin e bashkëpunimit ton. Gjithashtu, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaja Kallas, nisi ditën duke takuar dhe presidentin e Republikës Bayram Begaj, por ka zhvilluar dhe vizita të tjera shumë të rëndësishme si me ministrin e punëve të jashtme Ilia Sani, ndërkohë që presidenti i Republikës Begaj ka shprehur mirënjohje për angazhimin e palëkundur dhe vëmendjen e veçantë që i ka kushtuar integrimit Ballkanit Perëndimor në BE dhe rikonfirmoi se Shqipëria do të vazhdojë të luajë një rol proaktiv në bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor, duke vepruar si një faktor stabilizues. E teksa në fakt ne i shohim, i dëshmojmë dhe gjithashtu i rikonfirmojmë nëpërmjet deklaratave të përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian hapat galopant të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duket në fakt se ka edhe zëra të cilat deklarojnë se diçka e tillë nuk do të ndodhë, si për shembull kreu demokrat Sali Berisha, i cili shpeshherë nëpërmjet deklaratave të tij hedh poshtë edhe punën e bërë kryeministri Edi Rama, ka postuar një video ironizuese në, le të themi, sagën e videove të bufit të kënetës, ku dëgohet zëri Sali Berishës i shoqëruar me këtë pamje. Ndjekim. Ne jemi ADN-ja integrit. Askush nuk duhet të mashtrohet sepse kytun një pashaport. Po, Shqipërinë do ta integrojmë ne në Bashkimin Evropian. Ne jemi ADN-ja integrimeve. Premton integrim Sali Berisha, i cili është shpallur në ngrata dhe është injoruar, por në vazhdën e demokratëve të injoruar, jo detyrimisht nga të jashtme, të themi nga diplomacia jashtme, por nga vetë qytetarët e vendit është dhe Gazmend Bardhi, i cili zhvilloi një vizitë në Patos në kuadër edhe, le themi, të fushatës elektorale të zgjedhjeve të 11 majit. Gazmend Bardhi duket se është injoruar nga qytetarët të cilët ka tentuar t'i përshëndesë, por këta fundit nuk e ka ngritur kokën për ta përshëndetur atë dhe madje ka marrë edhe, le themi, në një formë dëbimi nga qytetarët e tjerë të cilët kanë thënë të iki së bashku me Sali Berisha në një video e cila është postuar në rrjetet sociale dhe është bërë virale. Bardhi përshëndet disa zotërinj që po qëndronin në tavolinat aty pranë, ata nuk ja kthejnë përshëndetjen, vijojnë në fakt komunikimin me njëri tjetrin dhe e injorojnë plotësisht dhe Gazmend Bardhin. Ndërkohë, për të folur për të tjera diskutime të rëndësishme në botën virtuale, të cilat në vinë në rang ndërkombëtar dhe që kanë të bëjnë në fakt me inovacionin e fundit, atë të rikthimit në fakt të gjallësave të cilat janë zhdukur me mijëra vite më parë, është një kompani e cila është bioteknike e quajtur Colossal Bioscience me bazë në Dallas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë konfirmuar se kanë mundur të ringjallin një racë ujku e cila ishte zhdukur mbi 12.000 vite më parë, njohur ndryshe si dire wolf apo ujku i tmerrshëm, është realizuar nëpërmjet modifikimit të gjeneve dhe aktualisht janë 3 ujqër të kësaj race të cilët janë duke u rritur dhe janë të vendosur në një kopsh zoologjik specifik. Shkencëtarët kanë krijuar 3 këlyshët e ujkut duke përdorur ADN-n e lash fosile, teknologjinë e klonimit dhe modifikimin e gjeneve për të ndryshuar gjenet e ujkut gri të afërmit më të afërt të gjallë të ujkut parahistorik. Rezultati në thelb është një specie hibride e ngjashme në pamje me paraardhësin e saj të zhdukur. Aenokion dirus, i cili është frymëzimi për
ujkun e frikshëm të paraqitur në serialin televiziv Game of Thrones, ishte një grabiqar kryesor që dikur endej në Amerikën e Veriut, të mëdhenj sa ujqërit gri, kishte një kokë pak më të gjerë, gëzof të trashë të lehtë në nofull më të fortë. Colossal Biosciences ka punuar drejt rikthimit gjithashtu edhe të mamuthit Dodos dhe tigrit të Tasmanisë që nga viti 2021, por kompania nuk kishte publikuar më parë punë të ngjashme përveç se këto pamje të cilat vijnë nga këta 3 këlysh të ujkut dire wolf apo të ujkut të tmerrshëm. Ata jetojnë në një zonë prej 2000 hektarësh në një vend të pazbuluar të rrethuar me garth, një kopësh zoologjik ku monitorohej nga personeli i sigurisë dron dhe kamera të drejtë për drejta. Gjithashtu kompania deklaroi se objekti ishte certifikuar nga Shoqëria Amerikane Humane dhe ishte regjistruar në Departamentin e Bujqësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pamjet janë mjaft të këndshme në fakt teksa shohim edhe këta 3 këlysh ujqërish të cilët ndërveprojnë me njëri tjetrin edhe janë jo detyrimisht ajo specie, ajo racë pra e cila ka jetuar 12.000 vite më parë, por është mjaft i afër gjenetikisht pasi janë përdorur gjenet e ujkut gri në mënyrë që të risqillet në fakt në jetë një specie që është 99.5% e ngjashme me ujkun dire wolf. Madje edhe revista Time ka zbuluar këtë kopertinë. Është Romulus, i cili ka pozuar le themi për kamerën, që është edhe më i madhi nga 3 këlyshët dhe që është dukur mbi 12.000 vite më parë dhe duket se tashmë speciet e zhdukura jeta e tyre mund ndryshoj përgjithmonë nëpërmjet edhe këtij zhvillimi inovativ të jashtëzakonshëm që mund të rikthejë më pas edhe të bëj pjesë të ekosistemit tonë. Një tjetër zhvillim i jashtëzakonshëm i mjekësisë është realizuar kohë më parë në fakt, por fale dhe suksesit të saj, suksesit të transplantit në mitër, një 36 vjeçare në Mbretërinë e Bashkuar bëhet gruaja e parë që sjell në jetë një fëmijë, një vajzë të shëndetshme. Ajo ka lindur me sindromën MRKH, një gjendje rrallë që e la atë pa një mitër funksionale, përpasoj ju nënshtrua transplantit të një mitre një dhuratë nga e motra e saj dhe pas një viti dhe pas edhe fertilizimit in vitro, Grace Davidson, 36 vjeç, sjell në jetë dhe vajzën e saj, të cilës ja ka vënë emrin Emi Isabel, për të nderuar të motrën Emi, por gjithashtu edhe mjeken që e ndoqi përgjatë të gjithë këtij rrugtimi, që është dhe Isabel. Transplantimi dhe lindja ishte pjesë e një prove klinike të udhëhequr nga një organizatë bamirëse në Mbretërinë e Bashkuar. Ka miratime për 15 transplante, 5 nga donator të gjatë dhe 10 nga donator të cilët janë ndarë nga jeta, i gjithë personeli mjekësor i përfshirë dhe kohën e tyre vullnetare dhe bamirësia, pra organizata mbuloi edhe kostot në kuadër të këtij rezultati të jashtëzakonshëm. Qëndrojmë në Mbretërinë e Bashkuar, do të flasim në fakt për telashe në jetën e Prince Harryt, e cila duhet thënë se përgjatë viteve shpesh herë ka parë stuhi apo dallë të tilla. Ka nisur seanca 2 ditore në gjykatën e apelit, ku Prince Harry kërkon në fakt të kthej një vendim të gjykatës së lartë që ka të bëjë pikërisht me sigurimin e jetës së tij. Pasi ai abdikoi nga posti i tij mbretëror dhe nisi jetën e tij në Kaliforninë të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Home Office në Mbretërinë e Bashkuar përpasoj i ndaloi atij të drejtën e sigurimit mbretëror, e cila përgjatë gjithë jetës së Prince Harryt ishte paguar nga taksapaguesit britanik. Sipas gjykatës së lartë, Prince Harryt nuk i takon që të marrë të njëjtën formë sigurimi, pra i roje sigurimi mbretëror, por ai mund të marrë sigurim tjetër të vetë paguar. Prince Harry kërkon specifikisht këtë lloj sigurimi për shkak të jetës së tij të komplikuar dhe le të themi të gjithë problematikës që vjen si pasojë edhe njohjes së tij në të gjithë botën, duke thënë se nuk dua që këto roje sigurimi të paguajë nga taksapaguesit, por dua t'i paguaj vetë. Dhe kështu pas vendimit të gjykatës së lartë që nuk i dha të drejtë Prince Harry që të mbajë pikërisht edhe këtë staf sigurimi, ai apelon duke nisur kështu edhe seanca 2 ditore të dëgjimit, ku Prince Harry do të japë edhe argumentet e tij në mbrojtje të kërkesës që ai ka.
i ka argumentuar se nuk ka akses në informacionin e inteligjencës së Mbretërisë së Bashkuar stafet e sigurimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës aty ku ai jeton në Kaliforni dhe është e nevojshme për të mbajtur të sigurt bashorten e tij Meghan Markle dhe fëmijët e tij. Rikujtojmë se Meghan Markle është gjithashtu bashortja dukesha e Sussex, por gjithashtu edhe një aktore shumë i njohur dhe një personazh publik e cila së fundmi ka nxjerrë në treg disa produksione të cilat vinë në kuadër edhe të kompanisë mediatike dhe filmike që ka së bashku me bashortin Prince Harryn. Është një dokuserial, le ta quajmë të parin, dhe gjithashtu edhe një podcast ku në serinë e parë të sapo publikuar të Meghan Markle ka pasur mjaft kritika në lidhje me mënyrën se si kjo e fundit, le themi, interviston apo se si qaset edhe personazheve të ftuara në podcastin e saj. Teksa flasim për familjen mbretërore, mbreti Karli III dhe mbretëresh Camilla kanë publikuar fotografitë të reja në kuadër të 20 vjetorit të martesës së tyre. Ata duken të buzëqeshur, të relaksuar, teksa kanë zhvilluar dhe vizitën zyrtare në Itali, e cila vijon edhe këtë të vjetorit të tyre, të cilat janë të sapo publikuara. E rikujtojmë në fakt se ka qenë një dashuri plot turbullira për ta dhe e cila është konkretizuar pas shumë skandalesh, tentativash, por mbi të gjitha dashuria duket se prevaloi. Sir Elton John është rikthyer në fakt në tregun muzikor. Ai zhvilloi një performancë të jashtëzakonshme teksa promovonte edhe muzikën e tij të re në Saturday Night Live, i cili është një emision mjaft i njohur humoristik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pasi realizoi atë performancë, duket se Madonna, një tjetër legjendare e muzikës amerikane, por edhe ndërkombëtare, zgjodhi që të, le themi, hidhte pas një përplasje me Sir Elton John, e cila ka nisur në vitin 2004. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Madonna deklaron se së bashku me Elton John janë pajtuar dhe janë sërish miq, dhe jo vetëm kaq, por do të ketë edhe një bashkëpunim mes tyre shumë shpejt, diçka që i ka emocionuar të gjithë fansat e këtyre dy artistëve legjendar në të gjithë botën. Sir Elton John në vitin 2004 akuzoi Madonnën se këndonte nëpërmjet lip sync, pra nuk këndonte live drejt për drejt. Madje hidhte poshtë dhe të gjitha çmimet që Madonna kishte marrë. Një debat që vijoi për vite të tëra, teksa Madonna duket se qëndronte pak më e sprapsur. Por tashmë në 2025 Elton John ka kërkuar ndjes dhe ka deklaruar se e falenderoi Madonnën që më fali për gojën time të madhe. Mirë, duke se tashmë do t'jenë vetëm çështje ditësh apo muajsh për të parë ndo edhe një këngë, një produksion muzikor nga Madonna dhe Elton John. Rikujtojmë se Madonna vijon turnet e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Elton John ndoshta do të nis turneun e tij, por duket se muzika e tij vijon të jetë mjaft e pëlqyer dhe një bashkëpunim është i shumë pritur. Me këtë informacion kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se mund të na gjeni në rrjetet tona sociale, ju ftoj të ndiqni në webpagjen ABC.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim. I pa dëshirueshëm, non grata.